dashur, mirë se erdhët në Vila 24, koha për të nisur gatimet edhe për ditën e sotme nga Katerina jon si çdo mëngjes. Mirë mëngjes e dashur, faleminderit, mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek këndi joni gatimit bashkë me Anilën time bukuroshe për treguar recetat e radhës. Po. Çfarë do të bëjmë sot? Nuk do t'a lëni pa bërë këtë byrekun, do me thënë që e bën Tirana faktikisht, zonë e Tiranës, e bën byrekun me qumësht dhe me petë të thata, sigurisht edhe me vezë dhe gjalp. Këto janë, do me thënë sa i bje 1, 2, 3, 4 përbërës. Gjithmonë në gatime tradicionale, atë që themi gjithmonë, kam pak përbërës, por shumë shie. Kemi vendosur gjalpin që të na bëhet gati, të shkri, dhe sigurisht, nëse doni mund të shtoni 1-2 lugë vaj, por ato kryesisht e bënin vetëm me gjalp. Gjalpi është ai që, si thua, i jep një shije shumë të mirë dhe është një byrek që konsumohet kështu i ngrohtë. Përgatitet e konsumohet i ngrohtë, si dikur që i bënin qoftë në për vatra, qoftë në për soba, edhe mblidheshin gjithë rreth familjes edhe konsumonin atë byrekun kaq të mirë dhe kaq të shijshëm. Ndërkohë, neve nuk do të ngelemi këtu, por do të përgatisim edhe një role, të cilën do ta kemi të mbushur, është një role që mund ta vendosim, domethënë, në një pjatancë, për të shoqëruar akoma me patate dhe me gjithë ato gjërat e tjera që do kemi për tryezën e Krishtlindjeve, apo dhe të vitit të ri tani më. Po, festive, ditët festive. Do të kemi mish të grirë, do të kemi qep, do të kemi hudhër, bashkë të me thënë një hudhër qep. Gjithashtu kam fetat e bukës të cilat që shikoni unë i kam vendosur, i kam grirë këto në makinë grirëse, veç se tulin dhe i kam hedhur pak qumësh për ta zbutur dhe i kam këtu. Do të kemi vezët që themi vezët që do t'jenë brënda, do kemi djath kaçkavall, spec të freskët ose spec gogozhare. Këtë e zgjidhni juve çfarë t'ju ndodhet në shtëpi, një karot dhe këtu kam mix erzash, piper të kuq, piper të zi, rigon, pak rigon, do me thënë ose trumës, krip. Pra, ato që juve ju ndodhe në shtëpi dhe ato që juve ju pëlqen qoftë si përgatisni qoftet edhe këto, dhe pak majdanos të freskët. Pra, këto janë përbërëse që do na duhen për të bërë këtë rolen e mbushur. Filloj me një herë dhe unë bëj, do me thëmë, përgatitjet, që këtu kam hedhur qepën, kemi mishin, filloj e këtu erzat dhe na duhet një kokër vezë e freskët. E kam këtu. Vezë? S'kemi vezë, ne? Plot. Si mundet të mos kemi ne vezë. Atere kam filluar? Vitalin, Okati që sot do të na duhet në të gjitha recetat. Byreku me qumësh... Anila mund të flasë dhe ju mund të më ndiqni mua në veprime. Kam hedhur fillimisht të erzat që të arrim edhe kohën për t'i përgatitur. Kemi kohë sa të duash, Katerina. Në rregull. Sa po kemi nisur, kemi gjithë kohën e nevojshme, kështu që po thoja që Kati tha që ai byreku me qumësh ka pak përbërës, por ama e dim fare mirë që veza është një ndër përbërësit kryesor të byrekut me qumësh, që do të bëj të shkrifët, të but, do të japi shije dhe atë ngjyrën e këndshme të verdh. Ndaj, vezët O Vital janë tepër të rëndësishme, jo vetëm për shëndetin, jo vetëm për vlerat ushqyese që ne marrim, jo vetëm për energjinë dhe proteinat që na furnizojnë edhe na bëjnë të jemi plotë energji në nisje të ditës, por edhe pjesë e rëndësishme e gatimeve tona. Çdo ëmbëlsirë po thuaj se ka vezë receta të kripura, përgjithsisht kanë vezë brumrat, gjithashtu byreqet, kështu që edhe në recet pas pak do të kemi vezët në recetat e ditës së sotme. I kemi edhe të zjera në këtë recetën e parë që Kati ka nisur të gatuaj, kështu që ju propozojmë O Vitalin pjesë të familjeve tuaja. Meqense jemi këtu tek bashkëpunëtorët tanë, tek ata që japin shije recetave, tek ata që na furnizojnë shtëpinë, do doja të përmendja gjithashtu edhe miq të tjerë tanët, po edhe tuajt, sepse e di që Ola është pjesë çdo familje shqiptare. Kompania Atlas vazhdon të jetë bestikja juaj për sa i përket miellit dhe varianteve të tij, si mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli mistrit i bardh apo i verdh, mielli integral, mielli bio, mielli fari nap me miell, pluhur fryrës dhe aromën tuaj të preferuar të çokoladës, vaniljes apo portokallit për të bërë një kek në shtëpi pas një përbërës tjetër. Por së fundmi kompania Atlas nuk është vetëm le të themi lider për sa i përket prodhimit edhe ardhjes pranë konsumatorit me mielin, por edhe me pastat. Janë fantastike, janë realisht aq të mira, sa ne i kemi provuar, i kemi testuar këtu në studio, kanë që në momentin e parë që e merr në dorë këtë paketimin ti kupton që ke të bësh me një produkt tepër cilësor në ambalazh. Ngjyra e pastave vetë tregon që është e përgatitur pikërisht. pikërisht nga semola, që është cilësia më e mirë e produkteve që ne kemi
e miellit në fakt në bërinë e makaronave. Është një produkt që duhet ta shijoni, ka marrë këtë formën në duar, por i keni të gjitha variantet e makaronave, që nga spageti më klasike, linguinet, fluturat, penet, e plot të tjera. Provojini edhe si thot Kati shpesh do të na kujtoni. Tjetër, lufra. Byrek me qumësh, pa qumësh, zbëhet. Mëngjesi përgjithsisht nis me qumësh, me kos, një pjesë e mirë e njerëzve, dita vijon më tej, me një shishe dhall, me një shishe kefir, qumshti është pjesë e frigoriferit, kosi, gjiza, djathi, i bardhi, kaçkavalli, gjizda, gjalpi, të gjitha këto janë baza e ushqimeve tona, baza e recetave dhe baza e shëndetit. Kështu që siç lufra na sugjeron, për një jetë plot të mira, konsumoni qumshtin dhe nën produktet e kësaj kompanie. Vudi është ai që sjell gëzim. Sa qishet na japin një tjetër buzëqeshje, një tjetër aromë dhe një tjetër shije. Mund t'i konsumoni ashtu menjëherë siç janë të dala nga paketimi, sepse janë super të freskëta dhe cilësore, por nëse doni t'i ngrohni, t'i jepni pak më shumë shije, t'i vendosni në zgar, në ato tostet që bëjmë në shtëpi. Vudi ka një shije fantastike dhe vjen si në formën e saj klasike, ashtu edhe të mbushura me djath apo salcicet e hot dogut, siç themi shpesh, që janë po aq të shijshme dhe interesante, e të preferuara nga fëmijët, por edhe nga të rriturit. Tani Kati merr të gjithë kohën që të duhet, nuk të ndërpres më, jepe. Atëherë, të dashuran visa, neve tham do të bëjmë role, të cilin këtu kemi mishin e grirë, kam hedhur qep, kam hedhur hullër të grirë, kam shtuar edhe bukën të cilët siç e pati e kisha bërë të grirë në makinë grirëse pjesën tule dhe jo pjesën e kores. Dhe e kisha zbutur edhe me qumësht këtë pjesën e bukës. Tu kam edhe uthull. Hidheni një lugë uthull, me thënë të drejtën, se do t'japi shumë shije, ndaninet e mishit, do me thënë edhe na e bën shumë edhe të shijshme. Pra, një lugë, mos ta vendos lugën brenda, një lugë të supës. Kemi lugë të supës, lugë të çajit. Pra, një lugë të supës është mjaftueshëm. Kemi shtuar më përpara edhe kripë dhe mix erzash, që me piper të kuqe, piper të zi, ndonjë trumës, çfarë mund të keni në shtëpi, akoma edhe kjo turmeriku. Kush? Jo, nga që bëja, jo kjo. Turmerik, se po i ashtu erzat që juve ju pëlqejnë faktikisht. Tani, është momenti që do shtojmë edhe një vezë, ja ta hedhim këtu, ta provojmë një herë. Neve jemi të sigurt për punën e vezëve, por gjithsesi, juve në shtëpi provoni. Asnjëherë mos e hidhni pa provuar, ja shikojeni. Do të thënë, veza është vezë. Është veza kokoves, kur ka. Ja ta hedhim këtu që duket më mirë. Edhe milimetrat e lartësisë së verdhës së vezës i kanë të mantura e të përcaktuara mirë, sepse kjo e verdha ne e dallojmë nga ngjyra, e dallojmë nga shkëlqimi që veza ka, apo nga fakti që nuk prishet. Po ndërkohë ata që janë njohës më të mirë të cilësisë së produkteve, dinë edhe masinë dhe diametrin e së verdhës, edhe lartësinë e saj. Edhe majdanoz pak. Edhe tani një përzierje të mirë, asnjë gjë tjetër nuk kemi për të shtuar brenda, e kemi mbushjen gati, ato që do na duhen janë vezët të cilat i kemi të ziera më përpara. Ndërkohë këtu siç e shikoni kam përgatitur karot, mund ta bëni me karot me spec të cilën e keni të freskët, ose edhe me spec gogozhare. Edhe njëra edhe tjetra janë shumë të mira dhe na i bëjnë shumë të mirë të rolen. Është një role pak a shumë, me thënë, mënyra tradicionale që neve e bënim gjithmonë këto në për festa, ditëlindje festa, bëhet shumë e mirë dhe do t'ju them anvisave nëse juve, neve tani do t'a ndërtojmë me një herë rolen, por juve nëse keni kohë dhe mirë është ta bëni të paktën sikur dhe një natë më përpara ta lini në frigorifer, nuk e keni ide se mishi shkriferohet, shkëmbejnë shihet me njëra tjetrën, bëhet akoma më e butë edhe më e shijshme roleja. Nëse e lëni që në darkë, do me thënë, e përgatisni dhe mirë është i vëni punën kështu përpara që për ditën e vitit të ri për shembull të keni ca gjëra të para përgatitura dhe ta keni thjesht për ta pjekur, se për ta pjekur duhet që të jetë në moment. Pra do një plan pune edhe kuzhina, nëse në përditshmërinë e bëjmë atë planin javor, kryesisht në pazare edhe në përcaktimin çfarë do gatuajmë të hënën, të martën etj. Për festa do një organizim disa ditor që nis që nga pazaret, pra duke ditur edhe me nun që tashmë e kemi bërë, sepse jemi shumë afër darkës festive, besoj se pazarit i keni përcaktuar, recetat gjithashtu, dhe me një organizim të mirë të punëve, duke bërë përpara salaturinat, salsa, të cilat mund të rezistojnë pra më shumë se një ditë në frigorifer, pse jo të mos bëni edhe këtë mbushjen e roles, sa më shumë të qëndrojë aq më shumë shije merr, të nesër më thjesht ndërtoni recetat dhe e keni punën gjysmë gati, do lodheni më pak pra për
familjet që zgjedhin të festojnë në shtëpi, që shqiptarët vazhdojnë të preferojnë festat e shtëpisë në fakt është e vërteta, dhe aty është gjithë lezeti i festave. Po, patjetër. Familja ka nevojë të qëndrojë bashkë dhe është i moment për të mbledhur edhe për të festuar. Fura ndezur. Po, atë po shikoja. Ndezur fura dhe tani hedhim shumë e thjesht për të përgatitur, por ju garantoj që bëhet shumë e shijshme, mos hezitoni ta përgatisni, do ngeleni shumë të kënaqura, duke ndjekur ato këshillat tona. Tani do ta mbledhim ne, do t'i japim formën. Po, do t'i japim formën, duke vendosur, domethënë, brenda. Bëjmë një drejt këndësh. Po, e shtrojmë. Jo katër, drejt këndësh, sepse drejt këndësh. Ashtu. Është mirë që ta bëni në masa të barabarta. Jemi në rregull. Tani. Unë kam këtu edhe nga kjo speci gogozhare, më pëlqen me thënë të drejtën, dhe me qënë se kam këtë specin gogozhar, do vendosim përpara këto fetëzat e holla. Kemi dhe një, hajde vendosim edhe këto. Mbi specin gogozhar, mbi karotën, vendosim këto. I jep shumë shije, sepse është edhe marinuar. Po. Por nëse nuk e keni, thamë që prandaj thash që unë gjithmonë mundojmë të me thënë që janë visave t'u jap zgjidhje. Nëse nuk e kemi, vendosni të freskëtin. Tani, vezët. Mund të, tani, për masin që kemi ne mund të vënim edhe më shumë anila faktikisht. Po do ta mbledhim pak. Po. Dhe kur të pritet do ngjaj shumë bukur në pak, se do ketë shumë ngjyra, pra ngjyrën e mishit. Edhe kemi harruar për të vënë edhe djathën kashkavall, ja. Okej, që e kemi të lufrës shumë të mirë. Madje une kam prerë pak, jetë kisha mundësi do me thënë një thikë. Mund t'i lexojmë shkurtimisht recetat dhe pastaj kthehemi për të mbledhur role. Ndërkohë Kati po shton djathin kashkavall, nuk humbazim gjë nga shikimi. Në ekran tani lexojmë pak të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur role me mish të grirë dhe vezë. 1 kilogram mish i grirë, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 vezë, 1 fet buk, 1 lug mix erzash, 6 kokra vezë, 1 karot, 2 speca gogozhare ose speca të kuq dhe 100 gram djath kashkavall. Byrek tradicional me peta të pjekura dhe qumësht, 1 pako pet të pjekura 500 gramshe, 2 peta të njoma, 1 litër qumësht, 100 gram gjaj, 2 lug vaj, 4-5 kokra vezë edhe krip. Salat festive, 2 domate, 1 kastravec, 1 qepe kuqe, 3-4 repa, 10 ullin, 100 gram djath, sheg, majdanoz, krip, piper, vaj ulliri edhe uthull. Këto janë përbërësit e salatës festive dhe tani t'i kthehemi roles për të kuptuar se si do t'i jepet forma. Kati e kanë nisur, kështu që na tregoj dhe një veprimin që bëre Kati për zonja dhe zotrin që na ndjekën. Ndjes, faktikisht tani nuk mundem dot që ta hapim. Jo, thjesht e palos të për krijuar ide. Si që kemi letrën, prandaj bëhet edhe hop e kthehet ajo, kthehet shumë kollaj. Edhe e bëjmë edhe nga ana tjetër, ja shikojmë këtë tani neve. Që të futen brenda produktet që ne kemi hedhur në qendër. Po. E ndihmojmë edhe një nga ana tjetër. Edhe këto anët, me që neve aq vezë kemi pasur, dhe i afrojmë kështu me qëllim që të vinë në masën e vezëve. Tani bëhet prap ky veprim në këtë mënyrë. Edhe nga ana tjetër punohet vetëm me pjesën e letrës që nuk ngjit po. Ja. Se kur futet në furë, ajo pasaj më pijet, edhe nuk rrezikon më? Nuk rrezikon më fare, tani ja. U bë si role.
Tani e mbështjellim edhe me letrën e aluminit. Okej. Në këtë mënyrë. Paket edhe në furrë. Në furrë do qëndroj, besoj Po, pak. furrën të ndezur më përpara, tani shikojmë se sa e kemi ne këtë rolen. Është mirë, e vendosni edhe në tavë, po nuk e di tani, nëse s'na e merr dhe ne në tavë do ta vendosim, por jo, e merr sepse unë tash e dua të mblidhet të bëhet aq. Ajo do të marrë formën Okej. e Tani kjo fillon dhe mbaron kështu e pjekur, apo e lëm pjesën e parë të pjekjes të mbledhur dhe pastaj e zbërthej me nxjerrim nga letrat? Fillon dhe përfundon kështu. Në momentin e fundit, nëse duam, domethënë, për të marrë pak ngjyrë lart, madje modot më pëlqente të shkrinim pak gjalp dhe ta lyenim pak dhe ta vendosnim edhe një 5 minutë sa për të marrë atë ngjyrën sipërfaqësore. Po, se dhe mua të pëlqen. Ashtu është më e mirë, domethënë është më gjëja më merr atë shijen e gjalpit që tretet edhe e hedhim sipër, merr dhe ngjyrën e bukur. Fillojeni kështu, lëreni në furrë në temperaturë të lartë për 220 fillimisht sepse dua që të mblidhet të mpikset, uleni në 200 pasaj dhe lëreni dhe qëndroj rreth 40-45 minuta, edhe pse është role kështu e ka nevojë domethënë kohën e pjekjes. E vendosim në furrë dhe rikthehemi neve kur do të jetë ai momenti i dytë për të treguar se si do ta bëjmë. Po, se e mbaruam të parin mendon ti. Mendoj që nuk kemi ende arritur në përfundimin e pjesës të parë, po sigurisht që deri në orën 10 roleja do të jetë bërë gati, besoj, për të zbuluar dhe për të parë se si do të jetë e gatuar. Do të kemi një sallat festive dhe byrekun me qumë është tradicional për të bërë përsëri në kuzhinën e ditës së sotme, kështu që duhet të vazhdoni të na ndiqni. Besoj se byreku është një recet që njihet nga shumë zonja, ka që e bëjnë me petë të gatshme, ama fillojmë Anila dhe për byrekun? Po. Të lutem, jep mua vetëm, po. Atëherë në një tas do bëjmë bashkë, besoj qumshin, vezët, gjalpin, tjetër? Shumë mirë, faleminderit. Kaq. Atëherë po, qumshin, për masat që neve kemi, pra, për 450, se janë këto petët e gatshme, 450, 400, 500, si të jenë, rreth 1 kilogram qumësht, 1 litër qumësht, na duhet për t'i përgatitur 4 kokra vezë, nëse janë të vogla hidhni 5, tani nuk e di, do t'i hedhim direkt. Direkt në... Në shtëpi ju bëjni një nga një, ne jemi të sigurt për punën e vezëve këtu dhe i hedhim... Po, në shtëpi zgjidhni ovitale dhe ju, edhe mos i bëni një nga një, hidhni të gjitha në tas, se nuk kemi as një risk... Atë e hapa unë me dorë. Me gishtin. Atëre, 5 kokra vezë, 1 litër qumësh, raporti? Po, 1 litër qumësh, 5 kokra vezë, 100-150 gram gjalp, ndoshta 2 lugë vaj, 2 petë të njoma, një e kemi këtu, ku e kemi... kam lënë atje, se thash që... Na ka humbur një petë. Peta e parë dhe peta mbuluese është ajo që do t'jetë e njom, petat në... Krip, na duhet këtu. Dhe ta hapëm këta. Gjalpin, është mirë të shkri dhe të jetë, po të hedhim qumshin për para që mos të na priten vezët. Po, sepse gjalpi është i... Shkriva unë se dua që të më nxjerr pak aromë gjalpi, prandaj. Tani le ta presim fare. Nëse. Ja baja ashtu menduar. Ja, në rregull, është. E shojmë nëse unë i shoh me sy këto gjëra, pastaj po e pam. Krip hodhëm ca, të hedhim edhe pak. Se kanë dhe petët krip, kështu që dhe për krip duhet kemi kujdes. Tani e hedhim gjalpin e shkrir, duke të razuar, duke hedhur që të rregulloj domethënë edhe temperatura. Në këtë mënyrë. Ja, e kemi gati. Dhe do të na duhet edhe pak gjalp në fund fare, që do jetë pak gjalp, pak vaj në momentin e fundit. Tani marrim petët, në disa vende i marrin domethënë petët, i zbutin një nga një dhe i hedhim tek peta e njom që kanë shtruar më përpara. Ti si e bën? Edhe kështu, do me thënë në këtë mënyrë. Kanë qik punë dhe kjo, dhe pse janë të ashu, kanë qik punë. Po dhe nësu njomon fare, mirë, s'ka problem, se që është e vërteta, pastaj këto, do hydhet ajo i qumshi që ngelet,
Këto hidhet. Unë i thërë maj pak më shumë për shumë. Nuk e di, po është zonë Mire e bën. kështu, po unë i coptoj. Mire bën, Anila, po unë e bëj ashtu se do më ngelen brënda. Po do ja hedhe shpranë Ja, atë. atë. Më mirë. Ja të soptona në qika tje tani që ti marim të hedhim shpejt e shpejt. Sa s'kemi kosua? Po. Rëndësi ka të njomen, se tani ajo që do ngelet hargji që thojnë në gratë, Shtohet brënda në tapë. shtohet brënda. Ja, Anila, bravo, Anila, se shikoj i bëjmë më shpejt kështu tani. Jo, shiko, faktën, Edhe mos na thoni që pse i bëjmë me dorë me këto. Në kuzhinë lajen duart dhe me dorë bëhen. Nuk ka ndonjë gjë dhe çdo gjë që futet në furr nuk është problem se përvëllohen çdo që ti. Edhe nënat, jo, s'na ka kritikuar njeri, po e them unë këtë. Se nuk përdoren doreza dhe nuk janë më të pastra doreza llastiku se sa duart tuaja që kur janë të lara dhe të pastruara. Ato që është problem kur kemi ndonjë gisht të prerë kështu, kemi nevojë që të ato i bëjmë, besoj, ka ca regula që zonja ti. Se gjitha zonja në shtëpi me... Që bëjmë të gjithë në shtëpi. Pastaj ne po gatuajmë për familjen tonë, këtu, nuk po gatuajmë në restorant, që të gatuash për njerëz të huaj, duhet... As kuzhinë, do me thënë... Ne këtu do t'i hamu në kati. Jo, edhe për njerëzit që ashtu s'është problem, shu gatuet. Edhe nëna tona kështu na kanë rritur me duart e tyre, edhe gjyshet me duart e tyre, kështu që edhe stafi jonë me duart e mia. Kështu na ka rritur edhe neve kati. Kështu që nuk është ndonjë problem. S'kemi probleme neve. Edhe disa copës da kanë mbetur. Edhe nuk e teprojmë për qumshtin edhe këto, se ç'është e vërteta, pastaj po e tepruam bëhet qullaj, nuk ka nevojë. Edhe nuk ndahen petët nga njëra tjetra, bëhet një stres që nuk kuptohet ku fillon peta parë ku bëhet si qull. Peta e dytë, po. Thoshte njëri qulli Demirit. Po kishë nga në qull dhe e shpreje, edhe ka ngelur. Kështu që kotë si nxjerë. Kati. Kotë si nxjerë këto gjëra. Po, kanë gjithmonë një histori. Ka një histori. Ashtu. Atëra peta e dytë është ajo mbyllësja, që do ja vendosim sipër. Ashtu. Edhe do ta... Edhe pak tu. Pjekim. Tani mirë është që kjo të qëndroj, të si tuash të zbuten pak petët, me këtë që kemi hedhur, ja shiko, janë të thata këto ende, po s'ka problem, se ajo rreth e rrotull do marrë. Tani kemi edhe këtë petën tjetër që neve kemi hapur, kjo është petë e njom, prita shkundim se kemi hedhur një qik miell, më tepër. Po, është ky momenti që duhet i rish katit larg. S'ka gjë, ja. S'ka gjë, jo. E hoqëm, e hodhëm që mos në ngjitej faktikisht, se kjo bëhet. Edhe unë do të hedh të gjithën tani, Anila, do të bëj atë modelin tjetër që do ta rrodhosim pak dhe do ta presim që mos na dalin shumë të trasha, s'ka gjë. Ato që ngelen i pjekim në një tigan. I bëjmë kulaç si i bënim dikur. Kështu që edhe sot kështu do ta bëjmë neve. Ashtu. Se kush një thik këtu tani? Me treoze bën të nëna këtë. Me qëfar? Me pec, oklai. Pec. Po. E priste, nuk e hithe këtë të fundit, mos të bëj korja e fort. Kur ishte, do me thënë që ishte më e tepërt. Edhe ja, si kjo tani ka pet brënda. Tani të shtojmë dhe këtë të neve, ta bëjmë... Ku të shtojmë? Po jo, e pjekim kështu, e fusë në furë, e pjekim, e bëjmë kulaç. Në furë bëhet kulaç në tigan, me në qik gjarpe sa 3 me djathi. Nuk në shkon dëm, poshtë nuk e hedhim, po brënda këtu nuk e hedhim se s'na bëhet i mirë. Se ta trashim këtë. Ka të pësirë e ka gjatë me për bujon, ka një më më thjeshtë. E bën kështu ti? Jo, në bëj kështu. Me këtë? Po thash mos a ta bëj që të shofësh? Nga në mpret. E dinga, po e marrë vesh, po problemi është se nga që është alumini kjo dreqë. Edhe, do në përvishe tava. Nese, faleminderit Anila. Të lutem, Kati. E bëran qik shumë mos të... 3 variante, si bëjmë pec, edhe si bëjmë... Edhe këto nuk i hedhim poshtë. I bëjmë, si të thuash, me djath, edhe bëjmë në të. Tani, Anila, ja. Tani bë këtu tani ti. Tani ti e mbarove. Hajde. Se në unë qitë.
Nuk është gjetër, ja. Bravo, more, Anila, bravo. Po bëje që të thonë që shiko. Se thonë këto që shiko, Anila ime nuk di. Ashtu me ndojnë për. Po nuk e din që Anila është një koqiria më e madhe në shtëpi. Anila, bën drekën, pastaj. Ashtu, bravo. Unë e di, prandaj po ta din në zonjat që na ndjekin. Tani që parashojnë me dy duar në këtu, thonë, man, qa i bët ati byrekut. Që asgjë si bërëm neve, mire bërëm neve, tani, ja. Dhuna kam shumë qep byrekun me qumë. Nuk do t'i hedhë gjalp, do t'i hedhë pak vaj sipër, se gjalpi kur ashtu digjet, po vëndin bëm neve këtu tani. Ska gjë. Atere, spërkasi me vaj, kryesisht anësorët, pakës mesin, në furr, në temperaturë 180 gradë për 20-25 minuta si të gjitha. Por thamë që juve në shtëpi lëreni të qëndroj të paktën për një 10 minutës, të pushoj dhe pastaj vendoseni brenda të piqet. Ne do të vendosim. Ne shkojmë në reklama dhe do kthehemi për të parë që bëhet me rolen, për të bërë një salat festive, për të nxjerrë byrekun nga furra kur t'jemi pak më pranë orës 10, kështu që një publicitet kemi tani, këtu jemi, pastrojmë dhe kuzhinën dhe kthehemi te ju. Jemi në studio, në pjesën e dytë, një role shumë të shishme, me mish të grirë, me erza, me ves të zjera, me spec të kuq, me karot, janë bërë bashkë dhe janë vendosur në furrë duke u pjekur. Një byrek me qumësh, me peta të pjekura, me vez, me qumësh, me gjalp, e kemi gjithashtu në furrë, ndaj duket sikur s'kemi shumë gjëra këtu, se i kemi kryer. Me vrap kemi pastruar kuzhinën dhe tani do të bëjmë një salat festive. Po, një salatë faktikisht e thonë edhe salatë fshati. Fshati, si të doni që e si ta duam, po festive është faktikisht, në mënyrë se si do të ndërtoj, do t'jetë festive. Të marrë dhe atë drasën unë dhe fillojmë dhe përfundojmë direkt. Çfarë na duhet ne për salatën? Atëherë, domate kastraveca, po? Prandaj i them do kështu sallatë fshati, por që do të ketë diçka, domethënë më tepër. Kemi qep, kemi sheg, kemi kastravecë, domate, nga këto rrepat e kuqe, do të kemi ullinj, do të kemi djathë të bardhë, edhe atë salsën që do të përgatisim vetëm me vaj, ulliri, krip, piper dhe uthull. Asnjë gjë, domethënë të jetë më e lehtë kjo sallata, ka domethënë këto produkte që do të hedhim brenda, të cilat janë shumë të mira dhe nuk ka nevojë të shtojmë ndonjë salsë më të fortë. Duam që të shijojmë mishin dhe të kemi salsën që të lehtësohet mishi. Domethënë të kemi atë shijen tjetër freskuese nga pjesa e salsës. Më falni, pjesa e... E kujt? E sallatës. Këtë periudhë, duke qenë se kemi lënë pak pas dore ato gjellëra tradicionale me lëngve, ato që bëjmë në përditshmëri dhe kemi bërë shumë salaturina, salsa, mish, edhe receta feste, saj që edhe shprehjet na fokusohen aty tek këto që kemi bërë çdo ditë. E bëmë edhe këtë gati, të fillojmë tani me domatet. Ta lë këtu dhe do t'i shikojmë domethënë se si do t'i vë. Mendojmë t'i vëmë, si thua, pak si më ndryshe. Nga ato të zakonshmet, që të na sjellin domethënë atë idenë që postolisim pjatën e vitit të ri. Mirë, se cila në visë se bënë si pas modelit të vetë në shtëpi. Po edhe një model se e marrim dhe ty nuk është tepër. Nuk është ndonjë marrim këtë. Kemi thënë që shpesh në tryeza ajo që bën diferencën edhe vlen më shumë është për kujdesi që ne kemi tek ndërtimi i pjatave. Se sallata është, domate kastravece dhe ulli, qepe, ku di unë perimet të tjera, apo dhe ndonjë fet molla, portokall, me çfarë mund ta dekoroni, janë të njohura për të gjithë, por mënyra se si e sjellim ndryshe, në vendosjen e tyre, në prerjen bukur, pra ne kushtojmë pak më shumë rëndësi bukurimit të pjatave këto ditë, për të ngrënë, e dim që do ham. Pjesën e kastravecit e hedhim në qendër. Ashtu. Tani kemi qepën. Qepën e kuqe. Që kjo
është mirë të pritet holl. Heqim atë pjesën e parë. Nuk i hedhin faktikisht, ti mbledhin, po ka që në tryezë duhen serviru pak si më bukur. Ato pjesët i mbajmë, i zjemi, i bëjmë një lëngë perimesh, i bëjmë një supë me perime. Çdo gjë mund të bëjmë. Ka qep është mjaftueshëm. Tani këtë e bëjmë çik shumë. Ti japim një, si thua, ngritje sallatës. A jemi për vit të ri? E ngrem çik lart sallatën. Si një pemë. Tani Në qënë se jemi në festat e ashtu bredhit. vendosim edhe atë repkën. Si qëtë repkë. Repkë. Repat vogla. Unë kam shumë qef. Janë shumë të mira. Ka një shije pikante. Pikante. Një goj kemi në Anila. A do mendje s'kemi. E ke pak më të ndritur mendjen. Shumë të këndshme repa. Prita presim me dorë këtë kështu. Se këto faktikisht duan prerë sa më holl. Madje prisni, vendosni në një enë me ujë dhe me uthull dhe aromatizohen, por dhe çelen një çik më shumë. Si të bëjmë me rukolan për shembull ose sallatën jeshile. Ndonjë kështu, do të thënë s'ka në për të. Do i hedhim edhe pak sheg neve, nuk është se do i hedhim. S'kishim tjetër me lule, se kemi. Rep me lule, jo, kemi Ska Janila, se shiko ka, do hedhim pak... Se ka mbetur vetëm kjo domatja? Tani, është momenti, s'ka që se kemi këtej. Da ta qëmë të shoqet. Ashtu, s'ka problem. Tani, kjo, djathi. Djathi bardh. Djathi ullim. Djathi i bardh i lufrës, lope dele, si që shijoj juve. Prita hapim Kemi të edhe. delës tani, i delës vjen pak më i bukë, ta kemi thënë, pak më kremoz, edhe për ndërtimin e salsave të ndryshme, është ideal në fakt, se zbutet shumë shpejt edhe bëhet... Byreku ka filluar të marrë Si janë ato, Anila? Byreku nisi se e shoh, ndërsa role nuk e dalloj sepse është e mbuluar. Në rregull. Po e lë këtë këtu. Tani këtë mirë është, ta presim kështu, edhe ti japim ca forma. Dhe vendosim nga një anë, do vendosim djathi. Ta vendosim më mirë nga një anë. Ta kemi di që djathin e kemi nga një anë. Kemi ullin, të laj pak duart, faktikisht. Kemi edhe ullin që përsëri shkojnë me këtë salat, pra jemi të ajo salata e fshatit në shije. Ullint, që pa ullin zbëhet kjo salat. Mjaftueshëm është, s'ka nevojë për më tepër, edhe si ngarkojmë edhe shumë ti teprojmë. Shek do na duhen tani këtu. Majdanoz. Edhe të njëjtën gjë do hedhim edhe shegët. Një sallat fshati, një sallat e thjeshtë, e freskët, shumë e shijshme. Por e kemi sjell pak si më festive. Ajo që ngelit është vaj i ullirit edhe, ja po e bëj këtu këtë salsën. Hedhim krip. Uthull. E do në ansore, besoj? Ide ansore, Anila, kështu që të kombinoj me jeshillëkun që hodhëm. Edhe në uthull vaj ulliri duke trazuar të bëhet një salcë kremoze, një salcë e lidhur, dhe duhet të dini një gjë që kjo hidhet në momentin e fundit salca. Mund të ndërtoni ju salatën, por hidheni në moment të fundit. Mos e hidhni që në fillim, sepse lëngëzohet salata, nuk ka atë, si thuash, shijen e mirë, se si do ta kishe që kur të hidhet në fund. Shikot tani si bëhet kjo? Kjo është trashet, kur e trazojmë kështu në këtë mënyrë, duke hedhur në mënyrë graduale vajin, hodhëm kripën, hodhëm edhe uthullën, dhe kemi një salcë shumë të mirë. Ja, kjo është salca, shiko. Ja. Tani neve do e hedhin faktikisht, po juve thash që nuk do ta hidhni.
Do të më pëlqente të kishim edhe ndonjë gjë më jeshile këtu si për anil? Po. Këtu si për. Të marrim një lule finako. Po. Po. Unë të pastrim ndonjë, ta lajmë. Ja, kjo më duket si më mirë edhe kjo. Ka të bukura lulet finako. Ka një të gjelë për të lezetshme. Kopër. Nuk e kemi parë recetat në këtë pjesë të dytë, kështu që le ti shohim së bashku në ekran, lexojmë edhe një herë çfarë kemi gatuar sot. E di që shumë prej jush nuk kanë ndjekin her pas here që nga fillimi deri në fund, kur ndisin televizorin shikoni një pjatë të përfunduar dhe keni nevojë të dini se çfarë ne jemi duke përgatitur. Kështu që në ekran lexojmë recetat së bashku njëra pas tjetrës. Receta e parë që kemi sjellë sot është role me mish të grirë dhe vezë, 1 kg mish të grirë, 1 qep, 2 thelpi hudhër, 1 vezë, 1 fet buk, 1 lug mix erzash, 6 kokra vezë, 1 karot, 2 speca gogozhare ose spec të kuq dhe 100 gram djath kaçkavall. Receta e dytë sot është një byrek tradicional me peta të pjekura dhe qumësh dhe për këtë recetë ne kemi këto përbërës, një pako peta të pjekura pra rreth 500 gram, 2 peta të njoma, 1 litër qumësh, 100 gram gjalp, 2 lug vaj, 4-5 kokra vezë edhe krip. Dhe në fund fare, një shoqëruese çdo pjatë mbetet një alternativë mirë, një sallatë festive me 2 domate, 1 kastravec, 1 qep e kuqe, 3-4 repa, 10 ullinj, 100 gram djath, sheg majdanos, krip piper, vaj ulliri dhe uthull. Dhe sallata është gati, e kemi përfunduar dhe besoj se pak nga pak do duhet të nxjerrim nga fura edhe rolen për ta zbuluar dhe për ta lënë atë 15 minutin e fundit të pjekjes së saj pa letër alumini. Ta bëjmë atë gjën Anila, një sekond tani, hiqe sistemoje sallat. Jo, sistemoje ku duhet vënë sepse do nxjerrim dhe të tjera, kështu që këtu sistemoje edhe ndërkohë regjia na tregon pak si jemi me kohën. Ashtu këtë ta shikojmë. 6 minuta ko. Okej, mirë, kemi. 6. Ham dhe sheg. Do ta ikim, do ta vendosim aty. Shumë nxehtë tani, apo hapet. Ska gjë le Sa të mire ka aroman, ka lëshuar një aromë tani që jetë nxehtë, ne do mundohemi tani që ta vendosim aty. Ju do ta lëni të qetësohet në shtëpi, nuk do i bëni këto veprime që bëjmë ne. Po jemi të detyruar që... Kjo është fiks momenti, mos e bëni këtë në shtëpi. Ashtu, sepse... Ose shiko tani, mund të edhe varianti tjetër, është edhe ky që mund të nxjerrim, edhe ta lëm të... Me thënë të vendosim pak gjalp, edhe e vendosim. është edhe ky variant, tani si ta bëjmë, neve ta bëjmë... Po, unë kam edisha friketam që po ta këthejmë ndoshta... Do na prishet? Nuk prishet tani, ajo se... Me gjithë letër. Një. Në kati guximtarja? Jo, se thonë, nuk na e përfunduan, thonë. Nuk na e treguan? Nuk na e treguan. E ka lidhur, Jo, po ajo as diskutohet që do lidhe. Me gjitha të shikon që këma edhe ngjyrë mori. Po shije, mori. Shumë e mirë. E mirë. Me thënë drejtën, as do doja fare të ta vendosja brenda, nëse një qik gjalp tani. Thua, nuk ka nevoj më? Nuk ka nevoj. Po pra, edhe ngjyrën e pas ka marrë, pas ka marrë dhe ngjyrë që nga letra. shtivëm tani për atë brenda. Imagjinohet tani kur të pritet. Fajet ta vëm brenda, nuk do doja ta veja. E dish do të më pëlqente tani që është e nxehtë pak gjalp për të marrë atë shijen e gjalpit, edhe asgjë. Kaq aroma të mira ka marrë brenda që se ke ide se sa e shishme është bërë. Unë e provova, e shijova. Po thoja që juve që ta shijoni dhe ta provoni, bëjeni në shtëpi tuaja sepse vërtet do ngeleni shumë të kënaqura. Dhe kështu në një pjatancë të këndshme, kur të ftohet e prisni edhe në feta bukur, ka vezët në mes, dhe do ngjaj akoma dhe më e bukur kur tjetë e prerës, se kështu duket thjesht një copë mish. Tani të marr një copë mish duket vërtet, po të marrim një pjastër edhe ta vendosim, po ta vendosim aty Anila. Te kjo pjata bardhë, po. Kisha pritse. Ti marrim ti bëjmë tamam. Si jemi me kohë? 4, 3, ku diun? 4, 3, Në fund jemi. Do të nxjerrim dhe byrekun me kujdes. Ka se gjunat prishet tani mbas. Po tani e nxehtë është kjo. Juve mos bëni nga këto prova që bëjmë neve këtu, se ne bëjmë se duhet të bëjmë që ti tregojmë ashtu siç duhet. Ne mund të bëjmë edhe provën tjetër tani që të presim të shikojmë edhe punën e vezëve. Në fakt unë do doja ta prisnim pak. Se roleja të gjithë të bukurën aty e ka. Nga brenda. Le të shpresojmë që nuk do ta prishim se është
Por, duhet parë që ja, sa mirë. Shikone. E tani, ndjes kërkojmë neve. Duhet të ftohet, por që ta kuptoni që brënda ka vezë, ka speca, ka karota është e mbushur, do me thënë, njërën e mbushur. Edhe më të holla do t'i prisni, do t'i prisni kajtë të plota se si bërëm neve, do me thënë nuk do t'a prisni kajtë shumë, do mundojni t'a prisni më të hollë. Eja, t'u tregoj tani, po kjo prap tani nuk do pritet se do thërmohet. është ende e nxehtë. Do t'a lëni të qetësoj, të pushoj dhe pastaj. Ta heqim edhe këto. Byreku. Ja, ku është edhe byreku do. Byreku me qumë është, jo me lakra. Që gatoj e vafra, i thonim neve kur ishte me lakra. Pse? Se duke kështu si... Si varfanjak. Si varfër. Po nuk e din që aji ishte më i miri. Aji është më i shëndetshëm, po. Më i shëndetshmi, më i miri. Kemi ca piperat kujt neve të hidhin këtia, se... Po të kërkojmë. Po të kërkojmë gjemë. Hedhi Anila zbukuroj edhe këtë, që ta kemi dhe atë për fest. Shiko, tentojeni, bëjeni, se ma bënte nëna ime këtë hitë lëngun e gogozhares në momentin e fundit që e nëzirte. Vërtet? Po, nuk keni iden se sa i shishën, po unë do hedhë faktikisht, se do të provojnë këtu, por juve bëjeni në shtëpi, nëse do të keni gogozhare, hidhjani këtë lëngu në fund, dhe do shikoni se sa i shishëm bëhet, do me thënë se sa i shishme bëhet role. Ja, se sa sekrete ka kuzhina. Pra të lëngu në gogozhares që... Shikoja nënën, po jeni nga pritë se kam... E hedhim, e qëjmë dëm. Me thënë të drejtën. Jo, vazhdo jep të drejtim, bëj një përsëritje sa të gjej diçka. Po, se më duhet që të përshëndes një dy zonja të mira, janë dy motra Tiranë, një nga Kanadaja dhe një nga... Atere, t'ju them këto fjalit që duhet të dini ju për byrekun, që unë i kam mësuar nga Katerina. Byrekun kur e nxirrni nga furra, mbulojni me një pecet të pastër kuzhina. Po, ku e kam që s'po i gjej dot. Dhe pastaj, pasi të ftohet, do t'a prisni e do t'a shioni. Ne do t'a lëmë zbuluar për t'a parë se çfarë kemi gatuar sot, një kujtes të shkurtër, role, sallat fshati, apo festive, me qënë se mënyra se si e kemi dekoruar të jep atmosferën në festës, dhe byreku tradicional me petë të pjekura i qumshtit që shijon shumë. Kati, ta mbyllim? Po, do ta mbyllim. Atëherë të dashur Anvisa, unë ju dua shumë të gjithave brenda dhe jashtë atë dheu, të gjitha që juve më shkruani, pavarësisht që nuk ju përmend dot embrat, por kërkoj ndjes për këtë. Më duhet të falenderoj dy zonja shumë të mira dhe të mrekullueshme, njëra që dy motra faktikisht nga Kanadaja në Tiranë, njëra është në Kanada, tjetra jeton këtu në Tiranë. Zyrha Salku dhe Seri Trebicka, ndjes, janë dhe embrat një qikë këshu. Seri që ndodhet në Kanada, ndërsa Zyrhaja ndodhet këtu në Tiranë. Salku është në Tiranë. Ju falenderoj shumë dhe byreku, do me thënë ideja e byrekut Tiranës, ishte nga këto dy zonjat e mrekullueshme. Ju falenderoj shumë pa fundë, falemderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, ju dua shumë të gjithë. Ikim se s'kemi ko. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi përsëri.